faktikisht edhe dosjet e fundit e tregojnë këtë. Ne kemi vite që po punojmë, po hulumtojmë, sidomos për çështjet e ndërtimeve të zhvillimit, për shkak se gjendemi në Tiranë, përgjithsisht jemi fokusuar këtu. Kemi prodhuar dhe një dokumentar që quhet Tirana Vertikale, që e kemi lançuar para disa kohësh. Dhe ajo që do thoja unë është që sa po vjen apo bëhet më qartë. Pra, vizioni duhet zbatuar dhe parat nuk ka rëndësi nga vinj. Dhe ky është një problem që pastaj shtrohet në krijon edhe probleme të tjera, pra kosto jetesës, rritja e jashtëzakonshme e çmimeve. Çdo qytetar duhet shqetësohet nga kjo. Unë mendoj që është shumë e rëndësishme edhe të flasim për këtë çështje. Pra, mbase njerëzit do ishin dakord me këtë vizion, po ky duhet t'ju paraqitet, njerëzit duhet konsultohet. Pra, ne nuk mund ta bëjmë fakt kryer dhe njerëzit të njihen me projektet kur vjen gardhi ose kur vin betonierët ose kur rrethohet me tela me gjëmba, se rezultati është ai që po shikojmë prej ditësh. Pra, mendoj deri pak më parë që këtu nuk ka një ndjeshmëri për mjedisin, nuk ka një ndjeshmëri për hapësirën publike. Ne kemi vite që raportojmë e bërtasim këtë gjë në forma të ndryshme. Do thoja unë, dhe unë shumë shpesh ja bëja këtë pyetje vetes. Po mendoj që këto ditë po e dëgjoj dhe po e shoh përgjigjen.